Përshëndetje, do presim dhe pak qaste sa të na bashkohen të gjithë kolegët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Dori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ai. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Okej, atëre, ora 9:00 do fillojmë. Mirëmëngjesi. Si ju duk thënia e mirëmëngjesit nga ana ime sot? Mirë, shumë mirë. Një mirëmëngjes i butë, por me energji. Edhe mua një mirëmëngjes i butë më duk. Jo kështu. Jo energjik atëre. Ka buzëqeshja. Energji. Po në ndryshim nga kjo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Tu ka më shumë energji. Jep një sjell. Absolutisht po, më shumë energji. Do të fillojmë me një lojë sot, që ishte pjesa e përshëndetjes. Nga mirëmëngjesi në fillim, që ishte i vakët, më, le të themi, më pak energjik, në një mirëmëngjesi me plot më energji. Çdo ndërveprim gjeneron një reagim. Pra, një mirëmëngjesi i parë që ishte më i vakët në mirëmëngjesin e dytë. Dhe energjia që transmetojmë që në fillim përcakton rezultatin e një mundësie që mund të vlej 10.000 euro. Pra, vlera e një transaksioni. Prandaj bëra një diferencë nga mirëmëngjesi në fillim në mirëmëngjesin e dytë. Sot do të luajmë një lojë së bashku. Do të imagjinoni sikur unë jam shitësi dhe kam një pronë që vlen 1.000.000 euro. Si do të ishte mirëmëngjesi i thënë nga ana juaj në lidhje me këtë qasje? Pra, unë jam shitësi, do t'i jap njërit prej jush pronën ekskluzive që ta trajtoj. Vlera e pronës është 1.000.000 euro dhe kjo nuk do të varet nga asnjë faktor tjetër, asnjë aftësie juaja, përveç fjalës së parë të thënë së bashku, që është mirëmëngjesi. Do doja që të gjithë të hapnit mikrofonin dhe të fillonit ta thonit. Mund të filloj unë. Kur të doj. Fitoria i takon këngëtarëve, kush është më i shpejti? Atjetër që tonaliteti ynë e zërit na prezanton direkt me klientin që e çet pronën, dhe ai nëse ne do kemi një mirëmëngjes jo të fortë, por shumë të mekët apo të vakët, le të themi, mos ta bëjmë të mekët, ai do thotë, do mendoj me veten e vet, a do jetë që do përfaqësoj vlerën e pronës time, apo më duhet të shikoj për një agent tjetër. Shumë e vërtet më sel. Unë tani po vazhdoj po pres mirëmëngjesin. Kë nga cilin prej jush duhet të zgjedh për listimin e pronës time? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Gjensila. Dia që mëngjesi juaj në këtë rast do ishte pak më i ndryshëm. Çfarë nxorëm në këtë rast? Nxorëm energjinë. Energjia është në çdo veprim që neve marrim dhe çdo ndërveprim gjeneron një reagim. Kur përshëndetja jonë është e fortë e sinqertë, ne krijojmë një energji pozitive që mund të na çojë edhe në marrëveshje të mëdha. Po çfarë është energjia? Energjia është një forcë në veprim. Përpara se ne të ndërmarrim një veprim, për çfarë kemi nevojë? Për energjinë e brendshme dhe më pas për atë të jashtme. Forca e brendshme është ajo që na mundson neve të vijemi në veprim. Por lind pyetja, si mund ta zgjoj energjinë brenda meje? Çfarë më shtyn të veproj? Çfarë na jep neve këtë forcë? Këtë forcë që e gjejmë brenda nesh.
Ëndrat, është njëra. Po, Objektivat. objektivat, po Eduard. Forca jone e brendshme del në pa duke bërë veprime, sepse nëse ne kemi ëndra dhe objektiva, atëherë kemi dhe qëllime për të realizuar ato. Objektivat gjenerojnë energji. Pa qëllime, neve nuk kemi veprim. Fjala motivim në italisht vjen motivacione, që do të thotë motivi për të cilin kryej një veprim apo një aksion. Dhe motivimi është një lloj paralelizmi me pjesën e prushit. Pra, nëse ne ushqejmë motivimin, ndizet zjarri. Nëse ne e neglizhojmë dhe nuk kemi një objektiv, një ëndër, një motiv për të cilin duhet të bëjmë një veprim, atëherë zjarri shuhet. Një thënie nga një koç i MMO-s që unë e kam veçuar për sot është: eksperti suksesshëm në pasuritë e paluajtshme sheh çdo pronë si një mundësi për të shitur, jo për të menaxhuar. Një agent i mirë imobiliar duhet të ketë në databazën e vet, në listimet e tij, prona që janë të mirë menduara, të mirë pozicionuara, si në çmim, si në lokacion dhe si në vlerën që ato do paraqesin dhe do transmetojnë në treg. Pra, një agent i suksesshëm nuk është një agent që ka një gamë dhe një listim pronash të pafundme, të pa kualifikuara, të pa filtruara. Por, një agent i mirë është ai që çdo pronë e përkthen në transakcion, në shitje. Këtë frazë të Eduardos unë do doja që ta ndryshoja pak. Për mua, një ekspert i suksesshëm nuk merr çdo listim. Ai zgjedh vetëm ato listime që e ndihmojnë që të arrijë objektivat e tij. Jemi dakord deri këtu? Ne kur shesim një pronë, nuk shesim vetëm një pronë, por shesim dhe një ëndër të bërë realitet. Dhe listimi përmbush dhe qëllimin tonë, që është transaksioni në fund. Çdo listim që merr një ekspert i pasurive të patundshme, një agent imobiliar i mirënjohur në treg, duhet të kontribojë në arritjen e qëllimeve të tij, jo thjesht të shtojë një pronë më shumë në akauntin apo në portofolin e tij të trajtimit të pronave. Dhe kjo është arsyeja pse thash dhe pse Eduardo në slajdin e mëparshëm të prezantuar nga unë thot: eksperti i suksesshëm i pasurive të paluajshme sheh çdo pronë si një mundësi për ta shitur, jo për ta menaxhuar. Pra, jo thjesht unë po e trajtoj, po bëj një marketing, po e kaloj dhe në akauntin tim si pronë që menaxhohet nga unë. Qëllimi është shitja dhe përmbyllja e transaksionit. Sipas jush, cila pjesë e procesit të listimit është kyçe për të arritur qëllimet tona? Negocimi i çmimit? Unë mendoj informacioni sa më detajuar dhe më i saktë. Analiza e pronës që nga zona, çmimi, vendodhja e tjerë. Unë mendoj të negociuarit e çmimit, sa po ta shohësh pronën dhe ta nxjerrësh me çmimin e duhur në treg. Okej. Unë ju më kot kam vendosur titullin parakualifikimi. Si për klientët blerës dhe për klientët shitës. Për të arritur pjesën e qëllimit apo objektivave, neve duhet të bëjmë një filtrim, një parakualifikim shumë të mirë dhe të detajuar të klientit. Sepse parakualifikimi është faza që të ndihmon të vendosësh, ta marrësh këtë listim dhe të arrish suksesin, pra përmbylljen e transaksionit, apo të mos vendosësh ta trajtosh këtë si pronë. Sa prej jush e përdorin kualifikimin? Parakualifikimin me klientin. Çdo pronë që ju paraqitet apo çdo klient shitës që ju telefonon, juve listoni pronat?
Unë personalisht jo. Fillimet e mia po pas e kuptova se kjo përkthehet në raste të shumta dështimi, në argjim kohe, në kosto më të larta, në energji domethënë, demotivimi dhe shumë e rrallë domethënë. Është shumë e saktë. Atëherë neve do të përdorim një skript që kompania MMO bën në lidhje me parakualifikimin e klientit shitës. Së pari do duhet i bëjmë të gjitha pyetjet, sipas këtij skripti do ju ftoja që t'i bëni një foto apo të mbani shënim, neve me Aidën edhe mund t'ja unisim këtë si format. Duhet i bëjmë të gjitha pyetjet pa shmangur asnjë pyetje. Në momentin e parë që klienti telefonon, i bëhet me dije që do i lihet një telefonat tjetër përpara marrjes së listimit, përpara shkuarjes në pronë. Dhe një nga pyetjet e para është përpara se sa të informohemi, domethënë përpara se sa të nënshkruajmë marrëveshjen, do duhet të vizitojmë pjesën e pronës. Dhe presim përgjigjen nga klienti. Përpara se sa ne të firmosim listimin, duhet të marrim disa informacione. Përse dëshiron që ta shesi klienti pronën? Në varësi të kësaj përgjigje, neve bëjmë pyetje ose vazhdojmë me pyetjen tjetër. Një nga këto pyetje mund të jetë nëse klienti thot transferohem jashtë Shqipërisë. Cilat mund të ishte një pyetje më të mirë kërkesës së tij për shitje, qera, blerje. Parakualifikimi do të shërbejë për të kuptuar çfarë motivi ka klienti në lidhje me pronën. Një ndër pyetjet e tjera që do duhet të diskutojmë me pjesën e palës së klientit shitës, përveç afatit që e specifikuam, është cili është çmimi i fundit që do të firmosni përpara noterit. Ka raste, dhe mua më ka ndodhur dhe vetë, që klienti më tha, më fal, po përpara noterit jemi? Jo, i thash, por unë nuk listoj dhe nuk marr një pronë që nuk e finalizoj dhe nuk e çoj në përkthim në transakcion. Që kështu, në momentin që neve do nënshkruajmë marrëveshjet e shitjes, ajo pronë brenda afatit kohor që do negociojmë do jetë e shitur. Për këtë arsye ti duhet ta çosh klientin tek ky proces, pra tek finalizimi, tek shitja. Edhe një pyetje akoma më përforcuese që klienti ta vizualizoj këtë proces është me çfarë çmimi do të ishit të gatshëm të firmosnit përpara noterit dhe përpara blerësit. Pra ti e ke çuar klientin në mendimin që është përpara një zyre noteri, përpara një blerësi dhe një transaksioni bankar apo edhe procesi kredie. Në momentin që është palë shitse, një pyetje shumë e rëndësishme është që duhet ditur që në fazën e parë është kredia e mbetur. Sa është kredia e mbetur? Sepse ka prona që shiten, por janë aktualisht në një proces kredie. Gjithmonë pyetet dhe ndonjë informacion tjetër që duhet të di, që mund të jetë në lidhje me pronën, apo specifik kërkesë individuale e palës kliente. Ky është formati, ju lutem nëse dëshironi bëni një foto ku janë që të gjithë pjesa e pyetjeve specifike për të realizuar një parakualifikim shumë të mirë të klientit. Një thënie shumë e rëndësishme është kush pyet komandon. Dhe diçka që duhet mbajtur shumë mirë parasysh është që në momentin e telefonatës, sepse ky parakualifikim ndodh në telefonat, do duhet që të jeni ju personi që drejton pyetjet dhe pjesën e bisedës për të gjithë detajet dhe të dhënat që do duhet të
dini nga pjesa e klientit shitës për ta vendosur për ta marrë apo jo këtë pronë në trajtim. Doja të shkoj edhe diçka, unë zakonisht pyetja që le të themi është pak në Shqipëri, pak më kurësore është edhe pjesa si e keni përfituar këtë pronë. Sepse shpesh qëllon për shembull që është përfituar nga procesi i legalizimit, normalisht vlera, le të themi, nëse do lidhim me pjesën e taksimit është më e lartë, ose nga procesi gjyqësor, ose domethënë paktën nga eksperiencë më ka qelluar domethënë që kanë pas probleme. Absolutisht po. Vetëm të kemi parasysh një gjë, që ky parakualifikimi i parë bëhet nëpërmjet telefonatës sipas metodës tonë të MMO-s. Pastaj bëhet një takim i dytë ku shkohet në pronë që mund flitet më gjerësisht. Po, domethënë juve duhet ta imagjinoni që këto pjesë pyetjesh, 6 apo 7 pyetje, neve i bëjmë në telefon pa shkuar te klienti, pa marr pjesën e pronës, pa e parë nga afër, pa marr pjesën e dokumentacionit. Thjesht është info paraprake që ti të krijosh një ide, motivin pse pala shitse klienti dëshiron ta shesi pronën, kush janë njerëzit e tjerë që janë vendimarrës, sepse edhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme që do duhet të jenë prezent në momentin. Mund të jenë partner biznesi nëse shitet një njësi biznesi, mund të jetë bashkëshortja apo bashkëshortja në momentin që është një pronë e familjes. Dhe pas kësaj faze të parë që është parakualifikimi në telefon, caktohet një ditë dhe një orë për të parë pronën nga afër, dhe më pas për të nënshkruar pjesën e listimit. Parakualifikimi funksionon vetëm nëse agenti ka një kontroll mbi mendimet, emocionet dhe veprimet, sepse kjo bën që klienti të ndihet i kuptuar dhe i motivuar. Arsyen pse po e shet kohën, me çfarë çmimi dakordson, negocion të shitet prona. Gjithashtu dhe për klientin blerës ekzistojnë disa shtylla, i kam kategorizuar unë për pjesën e parakualifikimit. Neve në zyrat tona imobiliare, besoj si të gjithë, trajtojmë dhe klient shitës dhe klient blerës. Duke kuptuar nevojat e një klienti blerës, neve arrim të japim opsionet në varësi të kritereve apo karakteristikave që klienti blerës na bën me dije. Unë i kam ndarë në 4 shtylla. Shtylla e parë është shtylla financiare. Është kapaciteti financiar. Edhe ky është filtri i parë. Pa këtë, të gjithë hapat e tjerë do të jenë të kotë. Është shumë e rëndësishme burimi i financimit, të kuptojmë nëse klienti është klient me cash. Kur themi cash, një pjesë e mirë e kolegëve besoj na kuptojnë që është brenda llogarisë bankare, por e ka likuiditetin gati, apo do të jetë financim me kredi. Një pyetje kyçe është, e keni siguruar financimin apo do duhet ndihmë për t'ju lidhur me një bankë? Nëse janë me kredi dhe kanë biseduar me bankën, sa është vlera që banka konfirmon apo aprovon këtij klienti? Sepse dihet që prona ka një buxhet total, një pjesë mund të financohet nga vetë buxheti i klientit, nga gjendja e keshit, dhe një pjesë tjetër do të jetë nga kredia, nëse është ky rasti. Klientit blerës i duhet bërë me dije që ka një kosto, përveç pjesës së kostos së agjencisë, kosto shtesë që është noteri, që janë taksat, aplikimet në ASHK. Dhe gatishmëria e likuiditetit. Pra, a e ka gati shumën e kaparit në momentin që prona do pëlqehet? Për sa kohë klienti ka gati pjesën e kaparit për të bllokuar pronën? Unë zakonisht operoj me 10% kapar, pra jo thjesht pjesën e komisionit të agjencisë, por një total prej 10% kapar. Shtylla e dytë dhe shumë e rëndësishme është shtylla e motivimit dhe urgjencës, pra është ajo pseja. Kjo tregon nëse një klient është blerës apo është turist pronash. Sa prej nesh në agjenci ka ndodhur që vjen klienti, pyet një agent i zyrës, kolega, apo vetë ne mund ta çojmë në
5, 6, 7 prona në varësi të kërkesës së tij dhe ai thot, ok, po shoh akoma. Këto lloj tipologjie klientësh konsiderohen turist pronash, pra thjesht vinë për të parë pronat. Një arsye ke shtylla e motivimit, përse do lëvizin, do transferohen apo do blejnë, mund të jetë zgjerimi i familjes, mund të jetë një martesë. Ka nga ato klientë që e shohin dhe thjesht për investim. Apo dhe këto klientët që mund të konsiderohen turist pronash që thjesht shohin çfarë ka tregu. Pra, nuk kanë asnjë objektiv të qartë në lokacion, në çmim, në tipologji prone që mund të jetë apartament, njësi, garazh e tjerë. Gjithashtu afati kohor është shumë i rëndësishëm. Nëse neve gjejmë shtëpinë e duhur, kur janë të gatshëm të zhvendosen, pra le të themi të mbyllin transaksionin. Është red flag nëse një klient thotë që nuk e kemi me nxitim, mund të presim dhe një vit. Ky nuk do jetë një klient kur që një agent mund të përkushtoj pjesën e kohës së vet. Sepse ky klient tregon vetë që nuk ka një prioritet, nuk ka një objektiv. Një ndër pyetjet e tjera që duhet i bëjmë klientit. Plani B, nëse juve keni urgjencë në pjesën e blerjes së një apartamenti dhe nuk e gjeni për një muaj apo maksimalisht 2 muaj, sa ai na e ka dhënë pjesën e kriterit dhe afatit. Cili është plani tjetër? Pra, një plan B. Një shtyllë tjetër shumë e rëndësishme është shtylla e kritereve. Çfarë? Me këtë çfarë neve kursejmë kohë për vizitat e panevojshme në pronë të klientit blerës. Klientit i specifikohet edhe i bëhet e qartë një rregull 80-20. Pra, i shpjegojmë që kur nuk do gjej një shtëpi 100% sipas imagjinatës së tij, sepse shtëpia 100% perfekte nuk ekziston. Nëse një pronë plotëson 80% të kushteve, ajo është e duhura. Gjithashtu me klientin blerës qartësojmë dhe pjesën çfarë ai ka të panegociueshme, që mund të jetë lokacion, që patjetër është numri i dhomave, mund të jetë ekzistenca e një ashensori në objekt, mund të jetë pozicionimi i pronës për dritë natyrale. Dhe një pikë tjetër që po ashtu e diskutoj me klientin blerës është pjesa e kompromisit. Pra çfarë janë të gatshëm të lëshojnë pe, të tipologjisë, shembull kati, vjetërsia e pallatit. Shtylla e katërt është shtylla e vendimarrjes. Kush? Sa raste mund të ndodhin që vjen klienti i interesuar për të parë pronën dhe ju kërkon një takim të dytë së bashku me bashkëshorten, pastaj një të tretë së bashku me fëmijët apo prindrit. Është shumë e rëndësishme që në momentin e parë që neve trajtojmë një klient blerës, të specifikojmë kush tjetër vendos. Përveç jush, a është dikush tjetër që do duhet ta shohë pronën përpara lënies së kaparit? Neve duhet të insistojmë që të gjithë vendimarrësit të jenë prezent në momentin e vizitës në pronë nga pala blerëse. Sa për jush e kanë bërë këtë gabim? Mua më ndodh që kur... Po? Jo, unë e kam bërë. Mua më ndodh që kur telefonohen, në përgjithësi telefonatat më të mëdha, me thënë të drejtën i kam nga gjinia mashkullore. Dhe në momentin që shohim një apartament, penthouse, pra nuk kalon në kuadrin biznes, gjithmonë që në telefonat, flas me blerësin dhe i them kush tjetër do të jetë për të parë pronën, do vi bashkëshortja. Normalisht jo që gjithë klientët i njohim dhe pjesa e statusit nuk dihet, por e bëjmë këtë para kualifikim të blerësit që në momentin e parë përpara se sa të çojmë listën e pronave që mund të përshtatet. Dhe gjithashtu rikujtes përpara se sa të vizitohet, nëse nga 5 prona të dërguara është zgjedhur 1 për ta vizituar dhe për ta parë nga afër, këtë rikujtes ja bëjmë për të qenë prezent të gjithë vendimarrësit.
Unë këtu kam shtjelluar 3 arsye përse duhet të parakualifikojmë. Si klientin shitës, si klientin blerës. Arsyeja e parë sepse duhet të diferencohemi. Ne nuk jemi një agent i rastësishëm, agent normal në treg. Jemi një agent imobiliar që dim shumë mirë se si të arrijmë të mbyllim transaksionin. Dhe jemi ndryshe nga të tjerët që mund të marrin prona përsipër, thjesht i listojnë, i ka në portofolin e tyre në thonjza për t'i menaxhuar, por ndërkohë nuk arrin drejt objektivit, drejt shitjes së pronës. Arsyeja e dytë është fitojmë para dhe kohë. Ne si agent imobiliar nuk paguhemi nga sa prona kemi të listuara në web, ne paguhemi nga sa transaksione realizojmë në fund të muajit apo në fund të vitit. Për këtë arsye, parakualifikimi na kursen kohë dhe në mënyrë efekt domino dhe para, sepse fokusohemi në klient që kanë një motiv për të bler apo për të shitur, fokusohemi në klient që po kërkojnë një pronë për maksimalisht 1, 2 apo 3 muaj, jo klient pas një viti mund të jenë të gatshëm të blejnë apo të shesin një pronë. Dhe e treta, krijon urën midis vendit ku ndodhemi, pozicionit aktual që kemi sot, dhe pozicionit që neve duam të arrijmë si objektiv në fund të 1 vjeçari, 2 vjeçari. Jeni dakord? Çfarë pike tjetër mund të shtonim për shembull tek arsyet e parakualifikimit? Ka diçka tjetër si pikë pozitive që do duhet ta përmendim përveç këtyre të treve? Unë jam munduar t'i përmbledh në 3, po duke thënë shumë. 1, diferenca nga agjentët e tjerë, objektivi jonë të fitojmë kohën dhe detyrimisht parat, dhe e treta të kemi një orientim, një pozicionim, një motivim se ku duam të shkojmë. Unë ju falenderoj për seancën e sotme. Nuk e di, po shpresoj të ketë qenë shumë e vlefshme, sepse për mua është baza në momentin që dim në fazën fillestare si të trajtojmë një klient shitës apo një klient blerës, kjo do na përkthehet në transakcion në fund të procesit. Faleminderit Gjeni. Faleminderit Gjeni. Faleminderit. Faleminderit. Mos në seancat e radhës. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit Gjeni. Mirupafshim. Faleminderit.